Dhe takohemi përsëri në studio, tash do të flasim për atë se çka ju informova, ju tregova në fakt që organizohet Let's Dance, është një organizim i përveçshëm ku bëhet në shenjë bamirësie, pra për të ndihmuar nënat dhe fëmijët, e që organizohet nga aksioni për nënat dhe fëmijë dhe me ne në studio është Rina Demiri, na ndohen informatat e tjera rreth këtij aksioni tash. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, Agnesa, mirë se ju gjej. Është shumë kënaqësi që ju kemi këtu, ju përgëzoj po ashtu për punën, një punë që po besoj ju përmbush edhe juve personalisht, duke pas për atë se çka bëni edhe si u ndihmoni atyre që ka nevojë, që në këtë rast janë nënat dhe fëmijët. Flasim pak për ngjarjen e përveçme Let's Dance, që po organizohet edhe si vjet. Faleminderit shumë Agnesa, faleminderit për hapësirën. Po është e vërtet, Let's Dance edicioni 9 organizohet këtë vit me datë 23 shtator. Let's Dance është një ngjarje bamirësie, por i cila i ka rezistuar kohës. Do të thotë para 9 viteve, kur është organizuar për herë të parë, ka qenë një ndër ngjarjet e para, e cila ka mbledhur njerëz me influencë, kompani, organizata të ndryshme, me një mision të vetëm, që të kontribojë në programet e organizatës Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, ku përmes këtyre programeve përfitues të fundit janë nënat dhe fëmijët e Kosovës. Po më duhet me cek se janë do të thotë edhe institucionet publike shëndetësore, ku këto nana dhe këta fëmijë marrin shërbime. Do të thotë AMC-ja punon për rritje të kapaciteteve të institucioneve shëndetësore, rrjedhimisht për përmirësim të shërbimeve që nënat dhe fëmijët marrin. Po, që i bie, do thotë nënat dhe fëmijët, kryesisht ato nënat lehona që kanë lindur, apo fëmijët foshnjë që janë dhe që po trajtohen për shembull në qendrën klinikë universitare dhe mjetët që u duan asaj qendre në mënyrë që vazhdohet jeta e tyre dhe të ketë mirëqenie. Po, AMC do thotë ndër vite ka shpërndar, ka dhuruar medikamente dhe pajisje medicinale. Dhe këtë e ka bën në 3 nivelet shëndetësore, në nivelin primar, ku janë qendrat tona të mjekësive familjare, në nivelin sekondar, ku janë spitalet, dhe në nivelin terciar, ku është klinika neonatologjisë dhe klinika e pediatrisë. Do thotë ndihma shpërndahet në 3 nivele dhe varësisht nga nevoja e pacientëve, në këtë rast nënës dhe fëmijës, përfitojnë nga fondet e mbledhura nga Let's Dance për gjatë viteve. Deri tash çysh ka qenë gjendja, sa është përmirësu dhe pse po vazhdon ende të ketë kaq shumë nevojë për të mjete, për gjitha këto që ju i bëni? Po, është e vërtet. Agnesa, më duhet me potencu të pak statistika nga vitet e kalume, kur Kosova ka dalë, do të thotë, prej luftës në vitin 2005, shkalla e vdekshmërisë së foshnjave ka qenë shumë e lartë. Në vitin 2005, sipas një raporti të Bankës Botërore, 44 foshnja kanë vdekur në 1000. Pastaj nga raportet e tjera, siç është miksi nga UNICEF-i dhe Agjencioni Statistikave të Kosovës, kemi pasë ky numër ka rënë, do të thotë kanë vdekur 30 foshnja në 1000. Mirë po me një ndihmë direkte, e cila është dhënë nga AMC-ja, siç është medikamenti surfaktant që ndihmon në zhvillimin e mushkrive të bebeve premature, numri i vdekjeve të foshnjave ka vazhduar me ra edhe më shumë, deri në 50% është ul. Dhe me miksin e fundit, do të thotë shohim se kemi 13-14 foshnja të cilat vdesin në një mostër prej 1000-ve. Ky është një rezultat shumë i mirë po ne duhet vazhdojmë që këtë normë ta sjellim në nivelin e Bashkimit Evropian. E që është? E që është 3-4 foshnjë në 1000. Për këtë arsye ende na duhet ndihma juaj, ndihma e komunitetit, që pastaj AMC të intervenojë në secilin nivel të shëndetësisë publike në Kosovë. Dhe kush mund të marrë pra pjesë? Do thotë ata që po e ndjekin intervistën mundën me ardhë, është një pagesë, një hyrje, diçka e tillë, na shpjego pak edhe këtë pjesë. Let's Dance është një aktivitet i komunitetit, do të thotë ku bizneset të ndryshme ofrojnë edhe shërbime falas, siç janë ushqime, pije, mirë po dhe sponsorizojnë me pako sponsorizuese. Mirë po dhe nëse një individ e ndjen nevojën që të bëjë bamirësi, ka dëshirë që të vinë në një mbrëmje argëtuese, sepse Let's Dance është mbrëmje ku vallëzohet, është argëtim, atëherë ai mund ta bëjë duke blerë një bilet shumë të lirë, me 25 euro, përmes Rave Travel.
Mund të hynë në rrjetet tona sociale, AMC Kosovo në Instagram, në Facebook, dhe të përcjell linqet ku mundet me ble biletën për 25 eurove. Let's Dance si vjeçëm është një mbrëmje shumë, domethënë, vibruse, ku do të këndojnë Florent Abrashi dhe DJ Joni njohur Ardiani, ku njerëzit munden me ardhë edhe me shoqëri, edhe me familje, edhe me kalu mirë, edhe me ndihmu kauzën tonë. Ka kod veshje diçka e tillë, duhet të jemi më eleganta, duhet me ditë patjetër me vallëzu, një lloj stili, apo vetë duhet me u kënaq edhe normal me shërbyme ato kemi mundësi edhe me dhuru, qoftë përmes një bilete, qoftë edhe në forma tjera. Më e rëndësishme është me ndje muzikën, me ndje kauzën, me ardhë me një veshje cocktail, casual cocktail, do thot ku ju ndiheni mirë, kjo është më e rëndësishmja, edhe me u informu përmes asaj ngjarje dhe për projektet të cilat AMC i zhvillon. Na duhet me cek se vitin e kaluar përmes fondeve të Let's Dance janë mbledhur për herë të parë në Kosovë 10 pompa të insulinës për fëmijët me diabet të tipit 1. Nuk muj me anashkalu dhe të këtë fakt, sepse është një ndihmë e cila është dhënë për herë të parë, dhe ashtu sikur për surfaktantin, që AMC ka avoku që të futet në listën e barnave esenciale, ashtu edhe për pompat e insulinës, AMC pa avokon që të futet në listën e pajisjeve mjekësore esenciale. Paraprakisht, kur organizohet kjo ngjarje, ka një synim ku ju dëshironi me arrit dhe çka është synimi si vjetën? Po, vitin e kaluar kemi pas, do të thot, një synim të qartë, ndërsa këtë vit, pas mbledhjes së fondeve, do ta bëjmë një analizë, siç e quajmë ne një needs assessment, dhe do të vazhdojmë me intervenime. Më duhet me cek se pompat insulinike janë dhënë edhe me material shpenzues për një vit. Dhe AMC-ja ka siguruar edhe materialin shpenzues për vitin e ardhshëm, për 2026. Janë të kushtueshme këto? Janë shumë të kushtueshme, janë mbi 37.000 euro, do të thot, për 10 pompa insulinike, dhe tani mbi 15.000 euro për materialin shpenzues, për cjellës, për ato pompa. Dhe këtu, pasi televizioni juaj ndiqet edhe nga diaspora, na duhet me falenderu diasporën në Zvicër, që e ka botë mundshme materialin shpenzues për pompat insulinike për vitin e dytë, do thot për vitin 2026. Ndërsa me Let's Dance-in e si vjeçëm, fondet mbledhen për kauzën e përgjithshme. Dhe atëherë, organizata jonë me shumë kujdes bën vlerësimin e nevojave dhe intervenon aty ku e shohim më të domosdoshme. Gjatë kohës kur jemi pra ndoshta edhe duke u kënaqur, duke vallëzu, ka pjesë dhe hapësira ku dhe diskutohet, ka ndonjë video që ka me u shfaq për me i tregu dhe këto që ju po i tregoni tash edhe në intervistë apo jo? Patjetër, ne kemi përgatitur një material të pasun, ku dy nana përfituese të ndihmës sonë do të shprehin mirënjohjen e tyre. Është një nanë e binexhve, të cilët patën lindur para kohe dhe me ndihmën e surfaktantit, medikamentit, tashmë janë rritur, janë të shëndetshëm, dhe një nanë tjetër e cila ka përfituar nga ndihma e vitit të kaluar për fëmijën e saj me diabet. Nana do t'i kemi prezente edhe në event, mirë po do të shfaqen edhe mesazhe përmes videos. Let's Dance është edhe një ngjarje rrjedhëzimi, ku bizneset cilat kanë marrë pjesë takohen mes vete dhe ndoshta aty lind ndonjë projekt i përbashkët, qoftë për kauza bamirësie, qoftë për kauza ekonomike, zhvillimore të bizneseve, po të cilat patjetër pastaj kthehen në komunitet si një vlerë shtume. Pra, ata mundën me dhuru edhe aty diçka, edhe mundën edhe përmes biletës, në qoftë se vetëm duam, edhe ato të holla të biletës, mjetët shkojnë në këto kauza me të cilat kujdeset pra AMC-ja. Po, pjesëmarrësit cilët janë aty e kanë rastin të dhurojnë edhe përmes kutisë donacionave dhe postit ton elektronik përmes kartelave bankare, sepse ndonjëherë pasi që shihen rezultatet, impakti i punës sonë në komunitet, atëherë është e pashmangshme ndjenja për me dhuru. E vërtet. Se në momentin kur dhuron, ti do thotë jo vetëm se i bën mirë komunitetit, targetit për cilin po dhuron, por edhe vetës. Ndjen një lehtësim shpirtëror, ndihesh i vlefshëm, ndihesh
se po kontribon dhe kjo ka shumë rëndësi edhe në shëndetin tonë mendor. E vërtet, shumë e vërtet. Një përmbushje, për atë tash dhone në fillim. Na tregoni në çfarë pika tjera mundem me ju gjetë përveç në Let's Dance. Do të thotë në qoftë se dikush tjetër dëshiron që të jetë në ndihmë, në kontakt me ju, ç'është mundet? Ne kemi një derë të hapur shumë të qasshme. Organizata jonë menaxhon edhe dyqanet Tesha Vesha, të cilat janë dyqanet të dorës së dytë dhe të cilat gjenden në qendër të qytetit. Njëri lokacion është tek Zahir Pajaziti dhe tjetri afër shkollës Naim Frashëri. Rrobat të cilat nuk i përdori më, të cilat janë pashtu shumë dëmshme për ambientin nëse gjuhen, atëherë mund t'i ricikloni përmes dyqaneve tona Tesha Vesha. Të shkoni t'i dhuroni, por edhe të blini me çmime shumë të ulta, shumë të përballueshme, deri në 5 euro mundet me u marrë një fustan me u vesh edhe në Let's Dance, për shembull. Dhe kjo është lidhja e cila bëhet përmes programeve tona. Por nanat të cilat janë shtatzan, i rekomandoj që të drejtohen tek qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prishtinë, tek Qafa, dhe qendrat e tjera të mjekësive familjare nëpër komunat e Kosovës dhe të interesohen për programin e shërbimit të vizitave shtëpiake. Është një program i cili udhëheqet nga Ministria e Shëndetësisë, përkrahet nga UNICEF-i dhe implementohet nga organizata jona AMC. Çdo ditë më shumë po rritet numri i vizitave, mirë po këtu më duhet me cek se po rritet edhe kvaliteti. Vetëm për gratë shtatzana apo për nanat do të lehona dhe me njëherë pas lindjes është fjala këto? Agnes, është një plan program prej 7 vizitave, ku 2 realizohen në kohën kur gruaja është shtatzan dhe 5 realizohen gjatë 3 viteve të para të jetës së fëmijës. Është ky njëjti program që bëhet me qendrën klinike të mjekësisë familjare apo jo, apo është ndryshe? Po, ky program bëhet me qendrat kryesore të mjekësisë familjare, është niveli parsor, ku infermierët që punojnë në ato qendra, dhe thotë kanë vizita të rregullta tek nanat shtatzana dhe lehonat. Me njëherë pas lindjes, pastaj përcjellin zhvillimin e fëmisë deri në vitin e 3. E që kjo është mjaft e rëndësishme, e kemi diskutuar këtu edhe në studio në emisionin e mëngjesit, për atë edhe u ndërlidha në këtë pjesë, pavarësisht nëse je nën për herë të parë apo për herë të dytë, ka diçka tjetër që infermierët ndoshta munden me vrejt, në qoftë se është në rregull apo jo, madje sipas intervistave të cilat i kemi zhvilluar edhe këtu në studio, edhe logopedët pas një kohe në vizitat e tjera, jo me njëherë, do të paraqiten për me parë nëse gjithçka është në rregull, nëse zhvillimi po shkon ashtu siç duhet apo jo, nuk do të thotë që i dim krejt, një profesionist mundet me vrejt edhe diçka tjetër, edhe pse jo edhe një ndihmë, sidomos në ditët e para dhe sidomos për nanat që janë nana për herë të parë. Besoj që është mjaft e rëndësishme edhe kjo pjesë. Ashtu, në të ardhmen planifikohet, do të thotë që edhe profesionistë të tjerë shëndetësor t'i bashkohen ekipit të vizitave shtëpiake. Po infermierët janë të trajnuara me përditësimet e fundit të zhvillimit të fëmijëve. Kështu që është një program shumë e rëndësi. Uroj që edhe në Let's Dance kanë me marrë pjesë edhe Rina e tregoj biletat se ku mundemi me gjetë, të tregojmë edhe njerë pra me 23 shtator në orën 19:30 vetë se fillon edhe ndaja, muzika, knacia aty, por edhe në anën tjetër knacia dhe përmbushja shpirtërore që ju mundeni me bo duke dhuru sa edhe pak në mënyrë që t'i ndihmojmë nanat dhe fëmijët kudo që kanë nevojë e flasëm dhe e tregoj edhe në institucione publike bëhet fjalë. Rina, faleminderit shumë për krejt informatat cilat i ke ndarë me ne, kënaqësi që ju patëm në studio. Faleminderit Agnesa për promovimin e kësaj ngjarje të rëndësishme. Faleminderit. Ne tani do të kalojmë krejtësisht tek një pjesë tjetër, pastaj takohemi edhe për një lidhje direkte.